35 hektar tokë janë rrethuar me tela sigurie, ndërsa brenda perimetrit po punohet çdo ditë. Këto parcela janë përzgjedhur nga qeveria për ndërtimin e një projekti strategjik të quajtur Teda Tirana, por deri në nëntorin e vitit 2022 ishin toka të zakonshme në pronësi të banorëve të Kasharit. Kur në arat e mbjella u vendosën tabelat për nisjen e punimeve, banorët kuptuan se tokën e tyre nuk e kishin më në pronësi. Unë nuk jam lavdëruar për këtë punë fare, nuk më ka thirrë kush absolutisht, nuk kam marrë njoftim fare. Dikush shumë më vonë, domethënë se kishte dalë ky vendimi VKM-ja e Këshillit të Ministrave, jam informuar nëpërmjet telefonit, që i ke emrin edhe ti atje, e kupton. Për këtë projekt, me vendim të Këshillit të Ministrave janë shpronësuar rreth 60 krye familjar, por banorët tregojnë se nuk kanë pasur asnjë dijeni që toka e tyre do të përdorej për projekte strategjike. Procesi është mbështetur në ligjin për investimet strategjike, i cili i hap rrugë ndërtimit në tokë private përmes shpronësimit me çmimin e referencës prej 448 lekë për metër katror. Ne kemi adresa, ne kemi punë, ne kemi biznese. Më e pakta duhet vinte një postier me letrën dorë dhe të na thosë se urdhnoni firmosi, ja kupton. Firmosi këtu që more këtë njoftim. Por shteti duhet na është detyrueshme, duhet na shpronësoj me vlerën e tregut se s'bën. Ton që është vjedhje hapur, për mua është hapur vjedhje, e kupton? Është vjedhje si gjithë të tjera, si gjithë këto investime strategjike, sepse nuk besoj që ka një investim strategjik që mos ketë në themel vjedhje, e kupton? Dhe të na nxjerrën ne 50 banor të asaj zone, të atij vendi ku kemi punu, kemi det djersën, ku kemi dhe të na nxjerrën domethënë pa lekë. Unë nuk i du fare këto lekë. Unë nuk kam nevojë për lëmosh domethënë të qeverisë. Unë dua tokën.